Java e fundit e muajit maj ka nisur me diell dhe ngrohtë. Dhe sipas parashikimeve të sinoptikanëve, gjithë kjo javë do të vijojë me kthjellime dhe nuk pritet të ketë rreshje. Thuajse në pjesën më të madhe të kësaj jave parashikohet të jemi në bizotërimin e modit të qëndrueshëm, duke bërë që të kemi dominim të intervaleve të gjata me diell, të cilat më të dukshme do të jenë orët e para të mëngjesit dhe gjatë mesditës dhe të fokusuara kryesisht në ulësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore her pas here do të kemi kalime të lehta të vranësirave. Vranësira të cilat ditën e mërkurë do të krijojnë mundësira për momente të pakta me pika shi kryesisht në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat verlindore. Ditën e njëjtë pritet të jenë disi më prezente gjatë orëve të pasdites, duke bërë që të kemi në gjysmën lindore të territorit shqiptar prezente rreshjet afat shkurtra të shiut dhe më të fokusuar do të jenë në zonat juglindore, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë kryesisht në bizotërimin e modit të qëndrueshëm. Ndërkohë që temperatura do të pësojnë rritje graduale, duke arritur vlerat maksimale deri në 29 gradë Celsius. Po në pjesën më të madhe vendi jon ditën e sotme parashikohet të jetë në bizotërimin e intervaleve të gjata me diell në vijën bregdetare në qytetet e zonës ulët, ndërsa vetëm në orët e pasdites pritet të kemi kalime të lehta të vranësirave në gjysmën lindore të territorit, por nuk do të kemi prezente rreshjet. Meteorologët parashikojnë se edhe fundjava dhe nisja e muajit qershor do të jetë me mod të qëndrueshëm.